الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falëndërimi dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatet, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Do të fillojmë sonte me një cikël me lejnë Allahu subhanahu wa taala të khutbeve rreth familjes dhe përgjithësive bashkëshortore. Allahu Jalla Jalaluhu në surën Baqara thot: "Walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Nuk do të jenë të kënaqur prej teje as të krishterët e as jehudët derisa ti të pasosh ata në fenë tënde. Dhe tha Allahu Jalla Jalaluhu: "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Ata vazhdimisht ju luftojnë juve pa ndalë që t'ju kthejnë juve prej fesë, që t'ju largojnë juve prej fesë në qoftë se ata kanë mundësi. Walladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Dhe në surën Anfal thot Allahu Jalla Jalaluhu: Jo besimtarët shpenzojnë pasurinë e tyre për t'ju largu juve nga rruga e Allahut dhe ata kanë me shpenzue. Shpenzimi I tyre do të jetë në fund zhgënjim dhe ata në fund kanë me humb. E Allahu jo besimtarët në xhehenem kanë me I grumbullue. Kanë thënë dietarët, mundi më I madh, horvatja më e madhe që e bën një besimtar për t'i ndalë besimtar nga rruga e Allahut subhanahu wa taala është luftimi I familjes. Është goditja e familjes. Në qoftë se ata kanë sukses në luftën e tyre kundër familjeve të shëndosha, familjeve islame, ata e kanë arrit qëllimin e tyre. E Allahu Jalla Jalaluhu familjes në islam I ka dhënë rëndësi shumë të madhe. Familja në islam është kështjella kryesore, është temeli I parë, është tulla e parë e ndërtimit të një shoqërie të mirë. Në qoftë se shoqëria ka defekt, le ta dinë secili prej neve se defekti është e familja. Defekti është e familja e secili person I cili është në atë shoqëri. Varësisht gjendjes së familjes, ashtu është gjendja edhe në shoqëri. Do të flasim sot disa fjalë rreth familjes, që të vazhdojmë në hutbet e radhës rreth jetës bashkëshortore, rreth detyrave që I kanë bashkëshortët, detyrat që I ka burri ndaj gruas, gruaja ndaj burrit dhe detyrat që I kanë të përbashkëta në familje burri me grua. Për shkak se na shohim sidomos pjesën e fundit apo periudhën e fundit kohore, kur tham periudhën e fundit kohore, se kam për qëllim një javë, 2 javë, 1 muaj, 2 vite, edhe kështu me radhë. Kam për qëllim 20-30 vitet e fundit. E në kohën tonë, tash ku na jetojmë, kjo vetë se është shtu me të madhe. Përçarja dhe probleme të shumta në familje. Dhe probleme
të shumta nëpër familjet e muslimanëve dhe vjen ndonjëherë situata deri te ndarja. Dhe kur ti shifsh shkaqet se pse ka ardhur puna deri aty, janë shkaqe çesharake. Vjen puna bashorti me bashortën me e pas një jetë me kacafytje dhe me probleme të shumta të pandalshme, dhe kur ti shifsh realitetin dhe shkaqet se pse ka ardhur puna këtu, janë banale, ose për shkak ndonjë banalitetit që e bën bashkëshorti, ose për shkak ndonjë banalitetit që e bën bashortja. Mirë po janë banale për fat të keq. Dhe gjithë kjo për shkak se as burri, as gruaja nuk e din rolin e vet në shoqëri. E kjo gjithë ka ndodhur për shkak të ndikimit të kulturave të huaja në mesin tonë. Kur të fillon ndikon kultura e perëndimit në familjet e muslimanëve, vijnë probleme të njëpasnjëshme. Për shkak se nuk na mjafton fjala e Allahut dhe kemi marrë prej kulturave të tjerëve. Ndash ka ana e burrave, ndash ka ana e grave. Nuk e kam për qëllim me këto hutbe me i akuzu më shumë gratë e më pak burrat ose më shumë burrat e më pak gratë. E kam për qëllim ta nxjerrim në pa, ta mësojmë nga feja e Allahut, nga Kur'ani dhe nga Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çfarë detyra, çfarë obligime ka burri në familje. Çfarë detyra, çfarë obligime ka gruaja në familje. Karshi njëri tjetrit dhe çfarë detyra dhe obligime ka burri me gruan bashkë në ndërtimin e një familje të shëndosh. Për shkak se krejt problemet vijnë atëherë kur burri nuk e di rolin e vet. Nuk e lun rolin si duhet në familje. Dhe jep hapësirë bashortës për ajo me sulmue. Dhe kur gruaja nuk e di rolin e vet në familje, dhe jep hapësirë burrit me sulmue dhe me këtë shkuptue. Dhe ndodhin probleme. Krejta këto ndodhin për shkak se kemi lënë anësh mësimin e Kur'anit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në këtë çështje dhe jemi ndiku prej kulturave të huaja, të cilat ka mundësi diçka me pas përputhshmëri me Kur'anin dhe Sunetin dhe ka do gjëra të tjera të cilat nuk kanë lidhje as me Kur'an as me Sunet, mirëpo te na janë bërë traditë e pandryshueshme pothuajse. E si dojmë me jetu të lumtur, duhet me kthy fjalës Allah dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an lumturin e përmend me një ajet kuranor dhe thot: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyanna lahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ahsana ma kanu ya'malun." Kush bën punë të mira, vini re. Kush bën punë të mira prej burrave dhe grave, duke qenë besimtar, na do të bëjmë çaj me pas një jetë të lumtur. Dhe në botën tjetër do të shpërblim me shpërblime më të larta. Do më thonë, kush bën punë të mira. Punë të mira do të me shikue çish i ka rendit Allahu në Kur'an dhe Sunet. Punë të mira, vlera e punëve të mira është sipas renditjes dhe klasifikimit që Allahu i ka klasifikuar në Kur'an dhe Sunet. Varësisht punëve të mira që i bën, aq e ke lumturinë në këtë botë. E punë të mira nuk dalin jashtë tre raporteve, ose në raport me Allahun, ose në raport me veten, ose në raport me njerëzit. Në raport me Allahun, puna më e mirë është tauhidi, pastaj është namazi, pastaj agjërimi, pastaj zekati, pastaj haxhi, edhe kështu me radhë. Në raport me veten, pendimi dhe kthimi te Allahu subhanahu wa taala. Në raport me njerëzit, puna më e mirë është me qenë më i dobishëm për të tjerët. Hadith: më i miri prej juve është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: më i miri prej juve për burra tash. Më i miri prej juve është ai i cili është më i mirë me familjen e vet. Pra më i miri prej juve është ai i cili është më i miri me gruajen e vet, edhe me fëmijët e vet. Dhe unë jam më i miri prej juve me familjen time, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A kupton? Te gratë nuk ka për ta shiju gruaja knatësinë e imanit, bereqetit, lumturin, pra është kuptimi i hadithit, derisa ajo t'i nënshtrohet burrit të saj.
vepra më e mirë që mundet me e bë gruaja në raport me njerëzit është dëgjimi dhe respektimi i burrit. Në raport me Allahun, atë çka e përmendëm. Raport me veten, atë çka e përmendëm. Edhe këtu të jetë fokusi. A do me qeni lumtur? Si dush me qeni lumtur, vepra më e mirë që mundesh me bën raport me njerëz është me qenë mirë me familjen tënde. Kjo më e mira. Dhe pastaj kështu me radhë. Në raport me Allahun, tauhidin, namazin, zakatin, agjerimin, haxhin dhe kështu me radhë. Raport me veten, largim prej gjunave dhe istighfari tepër. Dhe kështu bash jeni më i lumtur. Pra Allahu xhela xhelaluhu lumturin ta ka definue në punë të mira. Jo në pare, jo në lukse, jo në pushime dimrore dhe verore, jo në vetur të mirë, jo në shtëpi të mirë, edhe kështu me radhë. Po në vepra të mira. E nëse dojmë qenë të lumtur, duhet i kthemi Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë dietarët, Islami ka dhënë rëndësi të madhe familjes. Për shkak se familja është djepi i një shoqërie. Familja është kalaja e fortifikuar. Familja është tulla e parë e ndërtimit të një shoqërie të mirë. Edhe atë, e para. Allahu xhela xhelaluhu bashkimin e burrit me gruan, nëpërmjet të cilëve ndërtohet dhe krijohet një familje e re, Allahu xhella xhelaluhu këtë bashkim e ka konsideruar prej argumenteve, fakteve të cilat argumentojnë për njëshmërinë dhe madhërinë e Allahut subhanahu wa taala. A e keni parasysh sa është e madhe kjo? Sa është e vlefshme kjo te Allahu? Bashkimin tanë me gruan tënde, Allahu e ka bë argument për njëshmërinë e tij. E ka bë argument për madhërinë e tij subhanahu wa taala. Tha Allahu në Kur'an: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha." ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dhe prej fakteve të Allahut dhe prej argumenteve të Allahut është se Allahu prej juve burrave i krijoi palën tjetër, gratë, litaskunu ilayha. Litaskunu ilayha. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dhe Allah mes juve ka lëshu dashuri dhe rahmet. Allah ka lëshu dashuri edhe mëshirë. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Me vërtet në këtë ka argumente për ata që mendojnë. Allahu e ka bërë gruan qetësi për burrin. Dhe kjo është për faktën e të Allahu xhela xhelaluhu. Të dytë, duhet me vëtë rolin e në familje. Që të jetë jeta e lumtur, që të jetë jeta si duhet. Në qoftë se gruaja nuk është qetësi për burrin, bëhet barë e madhe. Dhe nuk ekziston dhe një barë më e madhe se sa një gruaja e cila nuk e ruan rolin e vet. Dhe në qoftë se burri nuk e ruan rolin e vet si duhet në familje, bëhet barë për bashkëshortën. Ja rëndon jetën, ja prish jetën, ja të mundit jetën komplet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Këta që janë martu, në veçanti, e përfaqësisht edhe ata që kanë jetë me martu, para se me martu, me marrë dhe me shfletu dhe me lexu dhe me ndëgju ligjërata rreth jetës bashkëshortore. Me marrë me ndëgju gratë apo me lexu gratë për realitetin e qenjes burr. Se nesër një jetë ka me kalu me këtë burr. Me marrë burrat me lexu për realitetin e qenjes grua, tabiatin e saj.
Qysh është një grua, se nesër një jetë ka me quhe me ta. Dhe ta përgatit vetën e ti. Thotë Ibn Kathiri, fejale bejnë zëvgjeni minel ulfeti wal mahabbeti ma la yakunu bejnë ghayrihima. Allahu xhelle xhelaluhu, hiç pa unë njoft. As burri as grua nuk njifen mes veti. Nuk njifen mes veti. Po flas në realitet me fjalën e Allahut se tash po njifen po Isusin këtë punë para dasmës. Nuk njifen mes veti. Allahu subhanahu wa taala më shon as i dashuria dhe afërsia mes njëri tjetrit, që këtë dashuri dhe këtë afërsi mes njëri tjetrit nuk e lëshon të dikush të një çift tjetër, të një pol tjetër. Dhe kjo është prej mrekullive të Allahut subhanahu wa taala. Hiç më larg i ki faktet e baballarëve dhe gjyshëve tanë, që e ka pa ose nuk e ka pa nusën, hiç. Që nuk ka në rregull, duhet me e pa nusën edhe nusën me e pa dhëndrin. Edhe duhet me fol, edhe duhet me taku, edhe kështu me radhë, çish ka ardhur Kur'an dhe Sunet. Po që në zamanin e baballarëve tanë, edhe gjyshëve tanë, hiç janë pa. Të parën herë ka pa nusën natë e dhëndrisë. Edhe nusja njëjtë burrin çashtu. Po çfarë dashurie dhe çfarë afërsie ka lëshuar Allahu me ato çifte, dhe çfarë respekti të ndërsjellë Allahu ka lëshuar ato çifte, në çiftet bashkëore të reja nuk i shohim. Nuk i shohim për fat keq, dhe kjo dhimbse. Çfarë respekti kanë ata me veti, çiftet e reja nuk i kanë. Edhe pse çiftet e reja po thonë që nëna më të mençën, më të ditën, më të lexuar, më të avancuar, edhe kështu me radhë. Në këto aspekte jeta është më e mirë, thojë se më e mirë. Me kretë fukaramëkin që ata kanë pas, dhe vështirësi që i kanë pas, ka pas një farë dashurie, lidhshmërie dhe mëshire të ndërsjellë mes vete, që nuk është në kohën tonë për fat të keq. Thotë, e dyta, Allahu subhanahu wa taala e ka lënë familjen shkak të ruajtjes së vlerave të moralit dhe të fesë. Familja e shkaktor që e ruan fenë. Fenë e ruan Allah, mos ka çuptome. Mirë po, në qoftë se feja nuk është si duhet në familje, në shoqëri bje. Në shoqëri bje. Tha Allahu subhanahu wa taala, ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besu, shpëtojni vetën dhe familjen tuaj prej zjarrit të xhenemit. Ka thonë Aliu radhiyallahu anhu, mësoni ata edhe edukoni ata. Do më thonë, burri duhet me e mësu gruan edhe duhet me e eduku gruan. Dhe jo e kundërta. Se burri është domaçini. Burri ka me dhënë llogaritë Allah për familjen e vet. Tha Qatada rahimahullahu taala, ta'muruhum bi ta'ati Allahi wa tanhahum an ma'siyatihi. Ti urdhrosh ata në nënshtim ndaj Allahut dhe ti ndalosh prej mëkateve. Kjo është esenca. E tash gruaja kur e sheh burrin gjuna, zot më ndalua. Jo, duhet më ndalua. Duhet më ndalua. Duhet më urdhon të mirë, më ndalun nga e keqja. Mirë, përveçsinë ka burri para Allahut subhanahu wa taala. Dhe shikoni jetën e pejgamberëve. Shikoni Ismailin alayhis salam. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Ai e urdhënonte familjen e vet ta falin namazin dhe ta japin zakatin. Ibrahim alayhis salam, Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. Bante dua Allah, o Allah, më ban mua prej atyre që e falin namazin dhe pashtu ban edhe familjen time. Thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, në vlerën e martesës dhe formimit të familjeve të reja, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Thëtë Allahu, ne kemi dërguar para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe atyre u kemi dhënë gra dhe familje. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
Ja ma'shara ash-shabab, o ju të ri, men istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kush ka mundësi të martohet, le të martohet. Fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farj. Për shkak se martesa është më e mirë për uljen e shikimit dhe mbrojtjen e organit gjinital. Pra kanë nxit pejgamberi sa stem, kanë nxit Allahu xhalla xhelaluhu që të martohet. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati, nikahi është prej sunetit tim. Ai i cili largohet prej sunetit tim nuk është prej meje. Tha Imam Ahmedi rahimahullahu taala, laysa lil-azibi mithla an-nikahi idha khafa ala nafsi. Thot nuk ka diçka më të mirë për beqarin se sa martesa në qoftë se friksohet për veten e tij. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër, nuk ka diçka më të mirë për dy të rinj që duhen se sa nikah. Dhe kanë thënë këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por ekziston ta mundësia që një djalë i ri dhe një vajzë e re me u dash mes veti. Janë ballë, janë dashuar mes veti. E kanë pëlqyer një tjetrin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë tha? Nuk i tha vallave, e jo, çose ti zbon çefi hiç leje. A duhet mes veti? A është vajza e moralshme? A e ka fen si duhet? A është djalë i moralshëm? A e ka fen si duhet? Kur gjë tjetër mos këshir, bën një çfarë. Bajë një çfarë. Se kjo është natyrshmëria që na ka krijuar neve Allahu subhanahu wa taala. Allahu xhalla xhelaluhu e këshillon besimtarin dhe besimtaren që të sillen mirë ndaj një tjetrit. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dhe silluni mirë ndaj grave. Dhe po ashtu gratë më u sill mirë ndaj burrave. Dhe kjo është detyrë për secilin prej të dyve. Silluni mirë ndaj një tjetrit. Çfarë më thonë më u sill mirë? Sillu mirë, ka thënë dietar, sillu me atë qysh ki qef ai mos sill me ty. Kjo për këtë njerëzimi, me këtë njerëzit. A do të respektu tjertë? Respektoj edhe ti. Sillu me edukat, sillu me moral. Sillu qysh na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sa me të tjerët. Pra sillu qysh ki qef ata me trajtu ty, edhe ti ashtu trajtoj ata. Ama jo ti me trajtu bashortën si robresh, ajo me trajtu tyje si mbret. Zbon. I na çoj kanë gratë. S'marrën e sot, s'bën e sot. Trajtoj ata qysh i ka trajtu pejgamberi sa gratë e veta. Çu ka trajtu? Në raportin e burrit me grua, pikë kryesore ka qenë mëshira. Mëshironi gratë. Mëshironi. Du të mësu të gratë me grave dhe pastaj me du qysh me i trajtu. Pra trajtoni gratë që shkini qef ata me trajtu tyje. Që ose kini qef që grua me folë fjallë të mira, edhe ti folë fjallë të mira. Që ose kini qef që burat me folë fjallë të mira, edhe ju folë fjallë të mira. Që ose kini qef që gratë me u prit në busqeshe, edhe ju prit në busqeshe. Që ose doni që burat me u prit në busqeshe, edhe ju prit në busqeshe, edhe kështu me radhë. Trajtoni që shkini qef të trajtoheni. Dhe kjo është raporti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Hasan al-Basriu, Allahu shiroft, ma istawda Allahu imra'an ahlan fa ahsana ilayhim illa kana dhalika min afdali amalihi. Nuk ja ka lënë Allahu emanet dikujt në familjen, për familjen e vet, dhe ai kujdeset për këtë emanet, vetëm se kjo vepra është më e mira që e ka vepruar. Pra vepra më e mirë që ti mundesh me bë është me kry emanetin si duhet në raport me familjen tënde. Për shkak se kemë vënë llogaritë Allahu xhela xhelaluhu edhe ti si burr, edhe ti si grua. Pse është rëndësi shumë familja? Për shkak vlerës dhe gradës që e kanë prindërit në familje. Për shkak vlerës së madhe, gradës së madhe që e kanë prindërit në familje, merr vlerë familja. Tha Allahu xhela xhelaluhu: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Dhe Allahu ka urdhëruar që mos të adhuroni dikant
tjetër që të adhuroni vetëm Allah subhanahu wa taala, mos të adhuroni dikë tjetër pos bashkë me Allah subhanahu wa taala dhe me prindërit të silleni mirë. Dhe tha Allahu, anishkurli wa liwalidayk. Falënderon mua dhe prindërit e tu. Për shkak vlerës së madhe që kanë prindë në familje dhe kena fol në ligjëratat e ditës së hënë diku 10 ligjërata për raport që me pas fëmijët me prindërit dhe çfarë vlerë kanë prindërit, kështu e merr vlerën edhe familja. Allah Mesud radhiyallahu anhu e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam cila vepër është më e mirë se Allah, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha, me fal namazin në vaktin e vet. Tha pastaj respektimi i prindërve. Tha pastaj el jihadu fi sabilillah. Pastaj tha me dal në jihad me luftu në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pse ka vlerë të madhe familja? Për shkak përgjegjësisë që e kanë prindërit në raport me fëmijët e tyre. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Secili për juve jeni të ngarkuar në përgjegjësi dhe secili për juve do të merret llogari për përgjegjësinë të cilën e ka pas në këtë botë. Secili. Të dukur kërkush mik përgjegjësisë së vet. Dhe tha, burri është përgjegjës për familjen e vet. Do të merret llogari për këtë përgjegjësi. Gruaja është përgjegjëse për shtëpinë e burrit, për nderin, pasurinë dhe edukimin e fëmijëve. Do të merret në llogari te Allahu subhanahu wa taala. Këtu e kemi defekt të madh. Ka defekte? Në ndonjë defekte në raport me bashkëto, që kena me përmend khutbën e ardhshme inshallah, se gruaja ose burri rebelohet për shkak se gruaja se aty detyrën e vet. Thot po hape se ajo s'ka nguar më së bëj. Ajo se ka realizuar punën e vet, as nuk se bëj. Ti u merr llogari për punët e tua. Gruaja ka u merr llogari për punët e veta. Ose thot gruaja, ose se burri është i pakujdesshëm edhe mua s'm intereson. Jo. Ti ke u merr llogari për përgjegjësitë e tua. Burri ka u merr për të vetat. Nuk duhet me na bën neve pa përgjegjësia dikujt që ne kemi pa përgjegjëshëm. Jo. Na do të më këshir punët e tona. Përgjegjësitë e tona. Cila është përgjegjësia ime? Përgjegjësia ime e burrit është mu kujdes për familjen. Mu kujdes për familjen. Edukimin e tyre, mësimin e tyre, urdhën të mirë, ndalimin nga e keqja, edhe kështu me radhë. E tash gjatë veprimit të kësaj pune nëse nga ana tjetër shohim ndonjë për anën e shokës, a do të më lë punën tonë? Jo, ne do vazhdojmë apo urdhën të mirë ndalim nga e keqja. Edhe gruaja, nëse ajo e kryen detyrat e veta në familje, i harron pasurinë burrit, i harron devin burrit, i edukon fëmijët e burrit, kurse nga ana tjetër burri është i pakujdesshëm. A me thonë të zhuë, pa e dhonës kujdes në për fëmijët. Ma si ti s'për kujdesesh, asu s'kujdes. Jo, ti ke më dhënë llogari te Allah për punët e tua, burri për punët e veta. Tha Allahu xhalla xhelaluhu, al-malu wal-banuna zinatu al-hayati ad-dunya. Pasuria dhe vlladi janë zbukurim i jetës së kësaj bote. Pra Allah na ka zbukuruar jetën edhe në këtë botë me pasuri dhe me vllad. Na ka qetësuar jetën në këtë botë me bashkëshorte. Dhe kjo Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, man ahmala ta'lim waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asa'a ilayhi ghayat al-isa'a. Thot ai i cili është neglizhent në mësimin e fëmijës së tij në atë çka i bën dobi fëmijës vet dhe e le suda pa shallën e tua. Çka do me bë? Thot me vërtet i ka bë zullum të madh. I ka bë keq shumë. Pra ai që s'kujdes për fëmijën e vet. Për çka s'kujdeset? S'ka thënë ka një për ushqimin e tij, për veshmbathjen, për venstrimin, pse në obligime këto. Do të më kryejë. Pa ka mundësinë e njeriu s'mund më kryej se s'ka mundësi. Ama mësimin dhe edukimin e tyre me qenë fukaraja më i madh mundesh me realizuar. Se nuk do parë mësimi dhe edukimi. Do vullnet prej anës së prindërve. Thotë ai i cili është i pakujdesshëm i ka bërë zullumin më të madh fëmijëve të vet. Ka thënë dietar, fa alina an nuhafidha ala usrina min khilal. Dhe neve në takon që të kujdesim për familjet tona nëpërmjet këtyre xhamave.
të jemi të kujdesshëm për namazin me xhamat. Qoftë në shtëpi, qoftë se vje punë ndonjëherë, qoftë në xhami. Namazin me xhamat në xhami. Namazin me xhamat në xhami. Burri me shku me fal namazin me xhamat në xhami. Mos me rastis puna me qenë gruaja xhamati më i rregull xhami, burri vetë xhumat në xhami. Jo kështu. Namazin me xhamat, kur vjen puna në të shtëpia, shpër me fal, me bashkëtorë me fëmijë, edhe burrat me fal namazin me xhamat në xhami. Në qoftë se kanë çfarë gratë me shku në xhami, burrat nuk duhet me ndar gratë të tyre prej xhamis. Pastaj, leximi i Kuranit, edhe mësimi i Kuranit fëmijëve. Nuk mëson fëmia Kur'an nëse nuk çet të lexojë Kur'an. Nuk mëson. Me i thonë fëmijë sa dush, mëso Kur'an, ama ai nuk çet të lexojë Kur'an, edhe nëse ka më mësuar, rezultati ka më qenë shumë pak, mos ta hiç. Baba është pasqyra e fëmijës. Fëmia e kshyr vetëm pasqyre, ku ka dhe defekte përmirëson. Pasqyra e fëmijës është prindi. E kshyr vetëm te prindi, ku ka problemet, përmirësohet. Pra, leximi i Kuranit dhe mësimi i fëmijëve Kuranit. Përhapja e dashurisë dhe rahmetit mes anëtarëve të familjes, posaçërisht mes burrit dhe gruas. Mos me anoncu fëmijëve me pa arrogancë, mos respekt, inat, nervoz mes burrit dhe gruas. Mos me anoncu me pa. Për shkak se të njëjtën e thitën edhe fëmijët në të ardhmen. Dhe kjo është e pashmangshme. Do të mundohemi të përhapim në raportin bashkëtorë dashuri, rahmet, veçani edhe në mes të fëmijëve. Respektimi i prindve, edhe mbajtja e lidhjeve parafisnore. Nëse familjet tona janë prezente edhe prindërit tonë, tjetë me nivelin më të lartë respektimi i prindërve prej anës tonë. Nëse dojmë të arrisim një familje si duhet, të edukojmë një familje dhe një fëmijë si duhet. Të mundohemi t'ia gjejmë shoqërinë e mirë fëmijëve, po edhe grave. Kjo vlen për gratë. Të mundohemi që fëmijët tanë m'ia gjejnë shoqërinë e mirë. E po ashtu edhe grave m'ia gjejnë shoqet e mira, çose ata kanë shoqe. Shoqet xhamis, shoqet që e urdhojnë për të mirë ndalen nga e keqja. Jo shoqet që ja çesin mend, se kemi kësi shoqe. E ka problem, ka ndonjë problem burri me gruan ose gruaja me burrin dhe shoqëria u nxjerrin mend komplet. Jo. Po shoqëria e cila dhe me stabilizua dhe dhe me e majtë mirë raportin shoqëror, ndash të burrat, ndash të gratë. Realizimi apo ndërtimi i shtëpisë imanore, me mbizotru imani dhe veprat e mira në shtëpi. Dhe vazhdimshmëri më mundësue t'i paksojmë punë të këqija, mëkatet, haramet që i banë Allahut në për shtëpia. Lutim Allahun që Allah në jap sukses në edukimin e vetëve tona fillimisht, pastaj në edukimin e bashkëshortëve edhe fëmijëve tonë. Lutim Allahun që Allah të lëshon rahmet, mëshirë në për familjet tona. O subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.